Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në episodin e 7 të Kodi Podcast, nga fëmijët për fëmijët. Në këtë episod do t'jemi me Azaelin. Azaeli është një nxënës në klasën e 2 në shkollën Bashkëfino dhe bën pjesë në Kodi After School dhe është një ndër nxënësit e mi. Azael, jemi gati? Gati. Azael, si mendon ti? Cilat pyetje do të drejtoj të parat më ty? Për shkollën. Për shkollën, po. Dhe pyetja e parë që unë kam për ty është çfarë emocioni ndjen në mëngjes kur sapo hyn në klasë? Unë ndjej emocion shumë të lumtur se unë të takoja shokët dhe të mësoja gjëra të ri nga mësuesja. Po, ti përmende mësuesen dhe mësuesja është një figurë shumë e rëndësishme, apo jo? Po. Për fëmijët dhe ato çfarë mësueset na mësojnë, na shoqërojnë shumë gjatë. Por jo gjithmonë mësueset na mësojnë gjëra që lidhen vetëm me librat. Ato mund na mësojnë dhe gjëra përtej librave. Ty çfarë të ka mësuar mësuesja, diçka që nuk ka lidhje me librat, por që ty të vlen shumë? Se të jemi të i sjellshëm, të besojmë tek vetja, të mos të rrëzohemi. Mendon ti Azaeli se një mësuese mund të ndikojë në jetën e fëmijë ose mund të ndryshojë jetën e një fëmie? Po, unë mendoj se një mësuese mund të ndryshojë jetën e një fëmie, se të mëson shumë gjëra të bukura dhe të bën se të sillesh i mirë dhe të mëson që të mos të rrëzohemi asnjë një herë. Po, shumë e vërtet dhe shumë e saktë. Por kur marrim notat, kur marrim vlerësimet, ose ndonjëherë dhe kur bëjmë gabime në shkollë, si mendon ti se ato vlerësimet janë vetëm nota është e rëndësishme në shkollë? Apo edhe nëse kemi gabuar ne mund të përmirësohemi? Unë mendoj se të mësojmë nga gabimi, sepse ku mësojmë nga gabimi, bëhemi më të zgjuar dhe më të fortë dhe nota është e rëndësishme, por është vetëm një numër. Pra, nota edhe mund të përmirësohet. Mjafton që ne mos të përsërisim të njëjtin gabim, ta kemi përvetësuar diçka, edhe kjo do të përkthehet në një notë më të mirë, apo jo? Po. Shumë mirë. Në shkollë, sikurse edhe këtu ti ke shok, apo jo? Po. Dhe miqësia, siç unë kam thënë në shumë podcaste të tjera, është shumë e rëndësishme, jo vetëm për fëmijët, por për të gjithë, për çdo. Për ty, ose sipas mendimit tënd, çfarë bën një shok të mirë? Të qeshni të dy bashk apo të qëndroni bashk edhe kur jeni të mërzitur? Unë mendoj që janë të dyja dhe të qëndrojmë bashkë se të qeshin dhe ku jemi të mërzitur të qëndrojmë bashkë. Azael, çfarë mund të bëje ti një diçka që t'ja hiqe mërzin shokut tënd? Ose ta ndihmoje që ai të ndihej më pak i mërzitur? Unë do ta thoja që mos u mërzit, do ta këshilloja që gjithçka kalon, apo jo? Po. Do ta këshilloje që për çdo gjë ka zgjidhje dhe neve së bashku mund t'i jepni një zgjidhje. Po, është shumë e saktë dhe unë jam shumë dakord me ty. Gjithçka ka një zgjidhje. Mirë, mjaft që të kemi njerëzit që ne i duam dhe i vlerësojmë pranë, edhe çdo gjë bëhet më lehtë dhe problemet zgjidhen më lehtë, okay? Ndonjëherë ne dhe grindemi me shokët, si mendon ti, është e lehtë të kërkosh falje? Unë mendoj se është shumë e vështirë, se unë kam një shok të ngushtë dhe është pak e vështirë, se një dite në parashkollor ishte e vështirë që se njëri te shkolla ishte mërzitur me mua shumë dhe unë e qetësova dhe qetësova si shumë dhe thash se hajde të pajtohemi dhe hajde të bëhemi shok prapë. Okej, është gjithmonë shumë e rëndësishme që të falim, falja është hyjnore. Në rregull? Ne. Por për ata fëmijë që ndihen vetëm, çfarë këshilla mund t'i jepje? Si mund të gjenin ata më shumë shok ose si mund të bëni të mundur që të ishin më pak vetëm? Unë do diha keq. Do të vinte keq për fëmijët që nuk kanë shumë shoqëri. Okej, dhe çfarë do i thoje ti? Dhe do ta thoja hajde bëhemi shok dhe të loznim bashkë. Oh, bravo, shumë mirë. Ti direkt do bësh shok me të. Është gjëja më praktike dhe më e shpejtë që mund të bësh, dhe shumë e saktë është, patjetër.
Neve nuk mësojmë vetëm në shkollë, ne mësojmë edhe nga këto shoqëri që kemi me njëri tjetrit, apo jo? Çfarë është diçka që ty ta ka mësuar shoqëria, miqësia, miqtë tu më të mirë, para se të ta mësoni librat, ose ta shikoje nga librat, ose ta mësonte një i rritur? Çfarë të kanë mësuar moshatarët e tu? Shokët më kanë mësuar të lozin lojra me topa, më kanë mësuar futbollin, më kanë mësuar topadiksin, më kanë mësuar basketbollin. Ne kemi mësuar lojra të ndryshme. Dhe është shumë e rëndësishme Azael që ne të kalojmë kohë me shokët duke luajtur edhe në natyrë. Okej, e dim që hapësirat janë të kufizuara, por gjithsesi sado mundësi të kemi ne duhet të kalojmë kohë në natyrë, okej? Përmendë vetëm shokët ty, po shoqe nuk ke? Unë kam shoqe. Pa mi të tregoj që këto shoqet. Një quhet Izra dhe një quhet Alea. I përshëndesim që këta kamera Izra dhe Alea. Përshëndetje. Ne folëm për shkollën, folëm për miqësinë, por më e rëndësishme për çdo ti e di cila është apo jo? Cila? Është familja. Është familja. Shumë mirë. Pa më trego pakës, meqense ne folëm pak për miqësitë, për lojrat, si ka qenë fëmijëria e prindërve të tu? Si ta tregojnë ty dhe çfarë vëre ti që ndryshon nga koha e fëmijërisë që kanë jetuar prindrit e tu me kohën që kemi ne tani? Priti më ka thënë që ti dilja shumë me shokët e me shoqet dhe kishin lodra, por s'kishin kaq shumë sa kemi neve sot. Në fakt nuk kishin, por ata çfarë bënin? Nga që s'kishin, sajonin, e kupton? Imagjinonin, krijonin lojra të ndryshme. Dhe kjo është diçka shumë argëtuese që dhe ju fëmijët që po rriteni tani duhet ta bëni më shpesh, apo jo? Azael, çfarë është diçka që prindrit e tu bëjnë më së miri me ty, por ti nuk i kupton mirë fill, nuk i kupton plotësisht, por thjesht e kupton pasi ata ta shpjegojnë pse po veprojnë në të tillë mënyrë apo në ta tillë mënyrë. Unë dua se të los në kompjuter Roblox, por për kjo gjëja se pritri më vinë dhe ma heqin kompjuterin sepse më dëmtohen. Po ti e kupton që ata veprojnë shumë drejt? Po, kuptoj se pastaj. Po e kupton si se edhe unë të them, nuk duhet të luajmë shumë Roblox, dhe unë që s'jam te shtëpia jote, dhe unë që s'jam prindi yt, sepse unë jam mësuese jote dhe çdo veprim që ti bën pasqyrohet edhe në mësime apo jo. Edhe kuptoj unë kur luan shumë Roblox dhe kur s'luan shumë. Okej. Kështu që kjo është gjëja më mirë që prindrit e tu bëjnë që ti të jesh sa më i përqendruar, patjetër dhe të argëtohesh, por gjithmonë me një kufi. Dhe sigurisht është shumë e rëndësishme të flem gjumherët. E di, ë? Okej, po zbatoje, jo vetëm ta dish. Okej, kur mërzitesh, me cilin prind flet më lehtë ose te cili drejtohesh, tek mami apo te babi? Unë drejtohem tek babi, se tek babi mua më qetëson, më këshillon se mos të qaj, dhe... Bo, mërzit babi. Po babi që të bën? Babi vetëm më thotë hajde lozi një lojë. Ashtu të qetëson babi? Po. Kurse mami të dëgjon dhe të këshillon? Po. Okej. Nëse familja jote do të ishte vetëm një fjalë, si do të quhej ajo? Nëse familja do të ishte vetëm një fjalë, do të ishte dashuri. Dashuri, okej. Dhe unë bie shumë dakord dhe nuk mendoj se ka një fjalë më të përshtatshme që ne duhet të përdorim për familjen, ë? Po. Çfarë do i thoje familjes tënde për botën e vogël prej fëmije? Ju keni një botë shumë të madhe, por them për kaq sa ti që je 8 vjeç, çfarë mund t'i thoje diçka? Diçka që ata nuk e kuptojnë thjesht duke qenë në përditshmëri. Zë kuptonin se kisha shumë ëndra që kisha në mendje, dhe kisha shumë edhime, dhe ishte shumë lumturi, kishte shumë dashuri, dhe shumë dhe lozdim në shokët e shoqë. Por ëndra që ti ke, unë mezi pres të t'i shoh të realizuara. Do i kemi tek më do rritesh, si do i plotësosh gjitha ëndrat. Mirë? Në këtë botën e madhe
që ne jetojmë, që janë pjesë të gjithë njerëzit, çfarë do doje të ndryshoje që të ndihesh më i sigurt? Unë dua si të ndryshoja se të gjithë mos të bënin lufta. Mos të kishin luftra, po. Dhe të kishin vetëm dashuri, jo të zihen me njëri tjetrin. Dhe atë më bënte se të isha më i sigurt. Okej, po kjo është shumë e vërtetë. Në një vend ku mbizotron paqja, të gjithë ndihemi më të sigurt. Në shoqërinë në të cilën ne jemi, në kohën ku po jetojmë, çfarë problemi kanë më të madh fëmijët? Çfarë i mundon fëmijët? Problemi më i madh i fëmijëve është që rinë me telefon dhe me tablet, se doptohet syt dhe telefoni dhe tableti do bën se të flesh më shumë si të plesh një gjumë jo të qetë. Jo të qetë. Okej, çfarë këshille do jepje të gjithë fëmijëve që kalojnë shumë kohë në lojrat elektronike? Do ta jepja një këshill që vetëm të rindit për 30 minuta apo 1 orë. Okej, pra mos të kalonin shumë kohë në ekranet e telefonit ose të kompjuterit. Okej, edhe unë është një këshill që e jap edhe unë si zysh, që teknologjinë duhet ta përdorim gjithmonë për mirë. Dhe me një kohë sigurisht të kufizuar në të gjitha rastet. Edhe kur përdoret për mirë, duhet të ketë një kohë të caktuar që ne duhet të kalojmë në ekranet e kompjuterit e telefonit, por dhe kur jemi për të argëtuar me një kohë të kufizuar. Kjo për përqendrimin, për qetësinë edhe për produktivitet më të mirë të fëmijëve tuaj. Nëse ne jemi të rritur, unë personalisht mendoj që fëmijët kanë fuqinë për të ndryshuar botën. Nëse fëmijët do të ishin qoftë edhe për një ditë në krye të botës, do të ishin ata që merrnin vendime, ata që krijonin ligje, ata që vendosnin rregulla, çfarë do të ishte diçka që do të ndryshonte dhe do i lehtësonte fëmijët, do i lehtësonte jetën të rriturve. Si mendon ti, Azael? Unë doja se të kishte shumë ëmbëlsira, gjëra të mira. Ëmbëlsirat nuk na pëlqejnë aq mirë, drejtën. Janë shumë të mira dhe mua më pëlqejnë shumë. Po, nuk na bëj shumë mirë për shëndetin që ti ham të gjitha, ti ham shpesh. Por ideja është që nëse fëmijët do ishin në krye, gjithçka do të kishte më shumë ëmbëlsi. Po, dhe do të kishte lufta. Nuk do të kishte lufta dhe të gjithë do kishim një shëndet të mirë, si thua ti. Po. Se fëmijët të dëshirojnë që të jemi, edhe ne të rriturit të jemi mirë, të jetojmë të lumtur, po për ne të rriturit do punonim neve, apo? Të punonim. Do punonim prapë, a? Po. Prapë do punojmë, nuk i shmangemi dot përgjegjësive prej të rriturit. Okej, mirë. Si shmangemi çfarë të bëjmë? Por ne të rriturit, çfarë duhet të dëgjojmë shpesh nga ju fëmijët, Azael? Do i këshilloja që të na dëgjoni më shumë, se të na dëgjonim se të loznim me ata, dhe të na dëgjonin se Por mbi të gjitha, ne të rriturit çfarë duhet të bëjmë? E ti çfarë duhet të bëjmë ne? Po, duhet të ta dëgjojmë neve. Ashtu, duhet të shohim botën në syt e një fëmije dhe bota do të jetë një vend, si do jetë një vend për të rriturit pastaj, një vend më i bukur, a? Okej, shumë mirë, super. Cili është një mesazh që ti do dëshiron t'ia japësh fëmijëve, bashkëmoshatarëve të tu, por ndërkohë është mesazh shumë i rëndësishëm dhe për ne të rriturit? Që të mos zihemi, mos të grindemi, mos të kemi grindje, po. Dhe se të mos rrafim të tjerët. Të mos jemi të dhunshëm, okej, po tjetër? Të dhunshëm, dhe se të kemi paqe me tjerët. Dhe të duam shumë njëri tjetrin. Okej? Në këtë pikë do të mbyllë edhe kjo bisedë e ngrohtë, që me thënë të drejtën ka pasur vërtet shumë të qeshura, sepse sinqeriteti i fëmijëve është gjithçka që është një ilaç i mirë për shpirtin e kujdo që ka ditë shumë të ngarkuar. Ju falenderojmë dhe mezi presim të na shihni dhe të na ndiqni këtë episod që do të dali për dhe episodet e radhës. Kemi dhe shumë episode të tjera përpara. Ju duam! Azael?